kryeministri Rama, cili jep leje për kulla, resor dhe koncesione me status investitor strategjik. Në hapin e dytë, biznesmenët e sankcionuar të Ramës marrin fluks parash nga tenderat që zhvillojnë vartësit e tij. Dhe gjithnjë më tepër në këtë skenë dalin biznesi që dyshohet se pastrojnë paratë të pista. Një nga këta klientë të KKTU dhe Komitetit të Investimeve Strategjike është biznesmeni Ilir Shtufi. Kompania e tij sapo ka përfituar një tender me vlerë mbi 5 miliard lek. Vici ose TS ka njoftuar më 2 mars 2026 firmën e Ferro Beton Construction CO SHPK të paraqitur për të firmosur letrat e kontratës. Sipas përshkrimit të kontratës, objektivi i tenderit është fuqizimi i linjës me 110 kW Kafaraj Vlora 1 Babic doppio qark dhe shtrirje për cilësi me një qark. Projekti parashikon ndërtimin e një linje të re ajrore 110 kV me 2 qarqe, e cila do të lidhet me traktet ekzistuese të nën stacioneve Kafaraj, Vlorë dhe Babic. Linja aktuale do të demontohet pjesërisht për të mundësuar hyrje-dalje në nën stacione, duke ruajtur të njëjtin aks. Fondi limit për këtë tender është gati 504 milion lekë të reja. Komisioni Bizit nuk e ka përfilluar parimin e çmimit më të ulët, duke skualifikuar kompani konkurrente. Nga verifikimi del se kompania Ferro Beton Construction është pronë e Ilir Shtufit dhe Mark Lulit. Siç duket në këtë dokument, oferta kompanisë së Ilir Shtufit nuk është më e ulta. Ai është bashkëaksioner kryesor në një numër të madh kompanish të cilat kanë fituar tendera të shumtë vitet e fundit. Lidhjet e tij janë majtas dhe djathtas. Kujtojmë se Ilir Shtufi ka dhënë me qira vilën Shkëlzem Berishës me një çmim simbolik. Ndërkaq kompanitë e Shtufit kanë përfituar fonde të mëdha në tendrat e rindërtimit dhe prokurime të tjera. Leje ndërtimi si dhe leje për parqe fotovoltaike. Ilir Shtufi është gjithashtu kunati Mark Lulit, biznesmen ndërtimi në Tiranë me të shkuar të errët në Itali. Biznesmeni është i lakuar për pastrim parash me kompanitë MC Nert, Ferro Beton Construction, Luli SHPK, Dushku SA, MC Nert Lumzi dhe MC Energy Goja. Ndërkaq parat investohen në kulla në kryeqytet. Pronari kullës Mount Tirana me kompaninë Nova Construction, objektin më të lartë në Tiranë që shkatroi parkun në qendër të Tiranës. Në projektin fillestar u prezantua se kulla do të ishte 185 metra lart, por varianti përfundimtar i saj është rritur në 205 metra lartësi. Mount Tirana bëhet kështu ndërtesa më e lartë në Shqipëri e miratuar deri më tani. Një tjetër kullë e Shtufit është hora vertikale, ose njohur ndryshe si kupa do të ngrihet si qiell gërvishtëse tek fusha sportive të Universitetit të Sporteve. Kulla me sipërfaqe afro 50.000 metra katror dhe lartësi 140 metra ka nisur ndërtimi në 2025. Kulla është cilësuar nga urbanistët kritik si një katastrofë për sa i përket pasigurisë së saj dhe paqëndrueshmërisë fizike ndaj tërmeteve, por edhe vizualisht. Projekti përbëhet nga 13 kuba, 22.5 metra në lartësi të ndryshme të vendosura mbi njëra tjetrin që formojnë një kullë të lartë. Ndërkaq një tjetër leje ndërtimi është dhënë Shtufit në rrugën Dritan Hoxha. Bëhet fjalë për objektin godim multifunksionale, shërbim, hoteleri, banim 44 dhe 55 kate mbi tokë dhe 5 kate nën tokë. Me subjekt zhvilluar shoqërinë Nova Construction Group SHPK, por kryevepra e korrupsionit është gatuar në një nga pronat më të lakmuara publike. Me vendime të dyshimta, territori i Ish-Gardës së Republikës në hyrje të liçenit artificial është i dërsuar. Firma për këtë aferë është hedhur nga ish-zëvendës kryeministri Erion Braçe. Pasi bëri këtë gol, Braçe dha dorëheqje nga posti. Godinat dhe garzonieri i Gardës që ka funksionuar në atë vend që prej kohës italianëve, po shndrohet dita ditës në një kantier të stërmallë ku jepen dhe ndryshohen leje sipas pazareve. Madje ndryshohen edhe studimet e të gjithë zonës, teksa leja fillimisht ishte për 14 kate dhe tashmë objekti i Shtufit ka shkuar në 41 kate. Sipas dokumenteve, Këshilli Kombëtar i Territorit në datën 24 dhjetor 2024 ka vendosur për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin godim me funksion hotel, Nova Hotel 5 Star, zyra, shërbime dhe banim 35 kate mbi tokë dhe 6 kate nën tokë me vendodhje në Bashkinë Tiranë. Vendimi përcakton se projekti ka një sipërfaqe totale prej 45.400 metra katror. Firma ndërtuese e këtij projekti ka ndryshuar disa duar, ku deri në vitin 2008 aksioner ka qenë dhe Arben Pëllumbi, deputeti PS-s dhe i shpallur investitor strategjik nga qeveria. Firma e ka emrin Ferro Beton Construction CO. Në datën 23 shtator 2020, qeveria mori një vendim me numër 763 për shkëmbim në një sipërfaqe të pronës shtetërore, Garda e Republikës garnizon me një pronë në hyrje të parkut. Bëhet fjalë për pronën ku po ndërtohet përbindshi betoni 41 kate dhe një tjetër truall. Prona është me sipërfaqe 1470 metra, ku qeveria vendosi që të bëjë këtë shkëmbim me shoqërinë Dushku SA.